Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në studio live edhe ditën e sotme transmetimet tona të drejtë për drejta nga ora 17 deri në orën 20. Ndalemi në pjesën e parë të situata politike, partitë e reja, do kemi kohë për të folur edhe për partitë tradicionale në Shqipëri, por sot do ndalemi te partitë e reja, të cilat janë synimet që ato kanë përgatitjen dhe më gjërë. Do të vijmë më pas me komentet në lidhje me zhvillimet ndërkombëtare, pa harruar edhe lajmet të minutës së fundit që vijnë nga aktualiteti brenda vendit, kështu që qëndroni me studio live, qëndroni me ne, do të kemi shumë të ftuar ditën e sotme. Por pa humbur kohë, dua të ndalem te një përmbledhje e zhvillimeve më të rëndësishme të ditës dhe më pas kalojmë menjëherë te biseda që kemi në këtë pjesë. Në mbrojtjen e të akuzuarit të fundit, Namik Simi Gjiu është mbyllur këtë të hënë në GKK gjyqin ndaj fraksionit me 8 të panderur për inceneratorin e Tiranës, mes të cilëve Lefter Koka dhe Taulan Tusha. Të gjithë akuzuarit kërkuan pafajësi, ndërsa SPAK do 26 vite burgim në total. Peta e votimit e prodhuar në Sloveni mbriti në Shqipëri dhe nga e mërkura do të nisen të shpërndaren me post të emigrantët regjistruar në zgjedhjet e 11 majit. Korrieri e çon zarfin në adresë dhe pasi telefonohet nga emigranti e tërheq përsëri për ta sjellë në KQZ. Drejtori i AKU-s Tiranë Fation Pasholli tërhiqet nga detyra dhe për Report Televizion thotë se shkaku bë presion i madh pas debateve që shpërthyen për mishin e pulës me salmonel jo vetëm në Tiranë, apo edhe lule shtrydhet me pesticide. Në vend të tij komandohet Alketa Hoxha, ndërsa vijon një hetim për veprimet e AKU-s. Ilaria Sulës ju dha lajm të mira nga familjar, miq dhe banor në qytetin e Ternit, mes lotësh dhe firesh për drejtësi. Prokurorët po hetojnë nënën e autorit Filipinas, e cila dyshohet se ka ndihmuar në fshehjen e trupit të 22 vjeçares shqiptare, pasi u vra me thik nga i biri. Profesor Ismet Elezi sapo ka mbushur 105 vite dhe po jeton i fort shekullin e 2 të jetës së tij, teksa Misupe ka 80 vite kontribut në drejtsinë shqiptare. Ai u ndërua në fakultetin që dha mësim dekada, ndërsa mesazhin për ata që shërbejnë sot në sistem e ka të thjeshtë, drejtësia gjithmonë fiton. Eksportuesit e bimeve mjekësore kërkojnë ndihmë nga qeveria për të përballur tarifën 10% të administratës Trump. Sipas tyre, nëse kjo industri nuk mbështetet me mira familje në zonat rurale, do të mbeten pa të ardhura, ndërsa abuzimet në treg kanë nisur duke ulur çmimin e bimeve mjekësore nga grumbulluesit. Për disa minuta lajmi se Donald Trump po shqyrton mundësinë e pezullimit me 90 ditë të tarifave doganore me përjashtim të Kinës bëri xhiron e botës, por nuk vonoi reagimin i Shtëpisë së Bardhë, e cila sqaroi se bëhet fjalë për një lajm të rrem.